Viti i kaluar ishte teje dinamik për lidhjet transatlantike dhe Ballkani Perëndimor nuk bëri përjashtim. Gjatë vitit 2025, vendet e rajonit vazhduan të shohin ka SBA-ve, Bashkimit Evropian dhe njëri tjetrit për rritje të investimeve ekonomike, zgjerim të lidhjeve infrastrukturore dhe stabilitet më të madh rajonal. Në të njëjtën kohë, Washingtoni dërgoi disa sinjale të ndryshme lidhur me natyrën dhe qëndrueshmërinë e angazhimit të tij të ardhshëm me Europën, ndërsa Brukseli mbeti i paqartë për agjendën kohore të anëtarësimit në BE për disa vende të Ballkanit Perëndimor. Nëse trendet e vitit 2025 vazhdojnë edhe në vitin aktual, vendet e Ballkanit Perëndimor mund të kenë nevojë gjithnjë më shumë të marrin përgjegjësi të mëdha për të formësuar vetë drejtimet e tyre strategjike. Shqipëria pritet vijojë këtë vit të jetë ndër vendet kryesore të Ballkanit Perëndimor në rrugën drejt anëtarësimit në Bashkimin Evropian së bashku me Malin e Zi. Në Tiranë ekziston optimizëm i lartë se negociatat mund të përfundojnë deri në vitin 2027, ndërsa vendi është gjithashtu në fazat përgatitore për të mirëpritur samitin e NATO-s në vitin 2027, një ngjarje e madhe që do të vendosë vëmendjen ndërkombëtare mbi Shqipërinë. Megjithatë, skandalet e korrupsionit mes elitës qeverisë së kërcënojnë të ngadalsojnë progresin e vendit drejt BE-s. Gjatë vitit 2025, kryebashkiaku i Tiranës Erion Veliaj u arrestua për korrupsion dhe pastrim panazhe. Prokuroria ngriti akuza korruptive ndaj zëvendës kryeministres Belinda Balluku, shkaqoi në heqjen e saj të përkohshme nga detyra. Për më tepër, Agjencia Kombëtare për Shoqërinë e Informacionit, organi kryesor qeveritar për teknologji dhe informacion, është nën hetim për manipulim të dyshuar të prokurimeve publike. Këto zhvillime nënvizojnë sfidën e thellë të korrupsionit që Shqipëria duhet përballojë dhe përplasjen midis institucioneve antikorrupsion dhe interesave të konsoliduara politike dhe ekonomike. Ndërsa kryeministri Edi Rama ka avancuar mirë në bisedimet me BE-n, këto skandale do të ushtrojnë presion shtesë nga Brukseli dhe mund të ngadalsojnë ritmin e negociatave të anëtarësimit. Në vitin 2026 do të jetë thelbësore që Tirana të intensifikojë reformat strukturore, të forcojë pavarësinë e institucioneve të zbatimit të ligjit dhe të demonstrojë rezultate konkrete në luftën kundër korrupsionit në mënyrë që të ruaj hapjen e kapitujve të negociatave dhe besimin e partnerëve evropian. Gjatë vitit 2025, marrëdhëniet midis Kosovës dhe SBA-ve u përkeqësuan, ndërsa dialogu strategjik SBA-Kosovë u pezullua në shtator nga administrata amerikane për dy arsye: mungesë e progresit të dukshëm në krijimin e shoqatës komunave serbe sipas marrëveshjes së Ohrit 2023 dhe paaftësia për të formuar një qeveri të qëndrueshme pas zgjedhjeve. Pas zgjedhjeve të parakohshme parlamentare në dhjetor, partia e kryeministrit Albin Kurti fitoi një numër më të madh vendesh në parlament, çka mund të lehtësojë formimin e koalicionit qeverisës. Zgjedhjet presidenciale të marsit 2026 pritet të jenë një mundësi tjetër për të zgjidhur bllokimin politik. Për Bosnjë-Hercegovinën viti 2025 ishte pjesërisht edhe një reflektim mbi të shkuarën me liderët që kremtuan për vjetorin e 30 të marrëveshjes së paqes së Daytonit, e cila i dha fund luftës bosnjake. Gjatë vitit të kaluar u ngritën pyetje për të ardhmen, sidomos pas sinjaleve të kontradiktuara nga Shtëpia e Bardhë dhe Kongresi Amerikan. Megjithatë, pak kohë më parë, thesari amerikan hoqi sanksionet ndaj Milorad Dodikut, ish lideri i afërt me Moskën në Republika Srpska, edhe pse ai vazhdon të kërcënojë me shndërrimin e entitetit në një shtet pavarur, duke sfiduar Bosnjë-Hercegovinën. Strategjia kombëtare e sigurisë amerikane për vitin 2025 ngre dyshime mbi angazhimin amerikan në Europë vitet e ardhshme. Një reduktim i fokusit amerikan në Europë mund të ketë pasoja për Bosnjë-Hercegovinën, e cila ka mbështetur stabilitetin e saj institucional në partneritetet ndërkombëtare që nga vitet 90. Malizia afroi pozicionin drejt Europës në vitin 2025, duke avancuar zhvillimin ekonomik dhe fuqizuar kapacitetet e tij të sigurisë dhe mbrojtjes. Maqedonia e Veriut bëri progres të kufizuar drejt anëtarësimit në BE në vitin 2025, duke shënuar përmirësime në sundimin e ligjit, reformën e administratës publike dhe funksionimin e institucioneve demokratike.